Dhe edhe veprimet du të korespondojnë me synimin. Dhe ne synimin të shkojmë në drejtim. Dhe do të ketë sigurisht. Dhe do të ketë opozitarizëm shumë a shumë, do të ketë iniciativa shumë a shumë, dhe do të ketë bashkëpunim edhe më të madh me shoqëri civile, media, pastaj se përmenda më herët do të kemi edhe funksionalizim të mekanizmave të tjerë brenda partisë, për shembull aleanca të rive, aleanca e gruas, do të kemi domethënë funksionalizim të matutjeshëm të strukturave partijake. Emra që të tjerë që nuk u përfshin në kryesi, për shembull është zoti Hakia Bazi, zoti Ardian Kastrati, po i përmend disa që kanë qenë edhe deputet, por kanë garuar me aleancën, nuk ja kanë dalë që të zgjedhen në zgjedhje, ka vazhdon bashkëpunimi me ta, janë në aleancë. Zotri Kastroti dhe zotri Abazi ishin më herët kandidat për deputet në listën e aleancës, por pak çetis të integruar në strukturë. Ka një kohë që nuk kanë qenë aktiv, por është nën kryetar sot. Zotri Abazi ka njoftuar para 6 muaj që do ta pushoj aktivitetin politik. Nuk kam po që është aktiv në studio televizive apo në politikë, ndërsa me zotrin Kastroti kemi raporte shkëlqyeshme, mirë po ka vendosur edhe ai me pushu një kohë nga aktiviteti politik i tij. Po sigurisht, aleanca është e hopur dhe i mirëpresim edhe zotin Abazi, edhe zotin Kastroti dhe shumë tjerë na bashkohen gjatë rrugës vazhdim. Në program të partisë, a do të ndryshoj diçka, apo është herë flitet? Është herë të flitet, besoj, një tash e kemi pas, besoj që shumë elementet të dokumenteve partijake të orientimit sigurisht se do të modifikohen, janë dokumente të gjalla, nuk është përngute kur gjë. Besoj që objektivat që i kemi për momentin janë bajagit qarta, dhe mjafton të fokusohemi në ato dhe të korrojmë rezultate, besoj që është